Firma që ka ndërtuar lotin e tretë të rrugës Qukës-Qafploç këtë të hënë është duke punuar për largimin e shkëmbinjve që ran të dielën në segmentin e kësaj rruge, duke e bërë të pakalueshme për mjetet. Për të krijuar mundësinë për qarkullimin e automjeteve në këtë aks nacional është hapur një bypass. Sipas inxhinierëve të firmës, ky segment rrugor nuk do të jetë i gatshëm për lëvizjen e mjeteve derisa situata të kthehet në normalitet të plotë. Masivi shkumbor që ra në Karaxhat ka qenë shumë i madh dhe duhet thënë se është shkarja e tretë në këtë lot, madje në një nga segmentet, njëra nga korsit vijon të jetë bllokuar për shkak të shkëmbimeve të pahequr në rrugë. Firma po punon për vendosjen e rrjetave në skarpatat më të rrezikshme të lotit të tretë të rrugës nacionale Qukës-Qafploç, e cila ka kushtuar 260 milionë euro.